unë në aq biseda që kam zhvilluar me ju, e di shumë mirë dhe tipologjinë e asaj dhe të pritshmërive që ju keni apo ju thoni. Ishit dakord për atë formë proteste që u zhvillua në ditën e samitit, ku zoti Berisha u shpreh të shkruajmë librin e zi të zgjedhjeve? Detyrimisht ne duhet të ishim protest. Detyrimisht. Çfarë solli ajo protest? Ajo solli që u tregoi evropianëve, atyre që erdhën atë ditë, të paktën simbolikisht, që jemi jo në atë shtetin që ju tregon Rama aty ke tapeti kuq, që është gati tulet në gjunjë, shtrihet barkas, të kthehet edhe mbrapsht, po t'jetë nevoja për të mbajt karigen e tij, po jemi në shtet tjetër ku sapo janë vjedhë zgjedhjet prapë. Këtë qëllim kishte protesta, u bë e qetë, jo e dhunshme, se mund të kishin bërë dhe protestë tjetër për të rënë më shumë sy, i gjena që njerë sa për shkaktuar dhe dhunë, por e bëm për të dhënë reagim, po mos reagonim, pastaj çfarë do ishim. A jeni ju tani për protesta tjera për të zhvilluar protesta ndoshta unë kam qenë dhe jam vetëm për një gjë. Atë që kam qenë gjithmonë, një diktaturë, Rama nuk rrëzohet as me vot, as me protesta paqësore. Rama rrëzohet qofse nuk bie në presionin e ndërkombëtarëve, Rama rrëzohet vetëm me dhunë. Diktaturat nuk rrëzohen me vot. Ndërkombëtarët këtë e dënojnë. Dhe a jeni ju në të njëjtën linjë me Berishën kur e thoni këtë, sepse duket një stepje nga ana e Berishës kur bëhet fjalë për tipologji të tilla protestash? Jo, sigurisht Berisha ka rregullat e veta, ka parimet e veta. Berisha ka thënë gjithmonë është për të lëvizur brenda rregullave të një vendi demokratik. Për mua këtu ka nonsens, sepse ne nuk jemi një vend demokratik, Berisha e di shumë mirë këtë. Jemi diktaturë dhe kur thua jemi diktaturë, si do lëvizim në brenda rregullave të një vendi demokratik kur jemi në diktaturë. Sa e ndjeni ju që ju mbështet populli te këto kjo është çështje tjetër protesta që thoni? Për fat keq se më kanë akuzuar edhe që unë ja hedh përgjegjësinë gjithmonë popullit. Unë nuk e hedh përgjegjësinë popullit, se populli janë dhe ato gati 600.000 që votuan kundër Ramës, edhe nën presion, edhe me joshje, me të gjitha. Ta kujtoj pak Ilir Vrenozin, se në thamë pse e bët, edhe brënda nesh, thamë militant, pse e bët kaq e rose, ky s'bëri ndaj gjë më të madhe. Reagimin e patit fort ai Vrenozi. Vrenozi bëri atë që nuk janë bërë deputet, kryetar partish. Vrenozi është një njeri që jeton në varfëri. Me qartë. Dhe i rezistoi joshjes. Rama do të ta blinte me që ta nxjerrte si Lolo, si kanë nxjerr deputet ashtu Rama. Mbasi i ka bler, i kanë nxjerr për t'i treguar tjerëve që ja, unë edhe këta i bëj ç'të dua me këta. Prandaj Vrenozi në një farë mënyrë u bë simbol. Dhe janë, jo vetëm Vrenozi, janë 500 e ca mijë që i rezistuan tash joshjes, presionit e gjithçka që u përdor. E kuptoj. Pjesa tjetër, më falë, për çfarë të them unë atij që Rama ju shkon dhe qëllimisht i poshtron, edhe të vetët, i mblidhte në takime dhe i fynte i poshtronte aty. Çfarë të them unë atij tjetër që del pa pikturpi në televizor, thot, unë kam qenë 2006, thot, në 2016 kam paguar letrat për legalizim dhe nuk ma bëjnë legalizimin, po unë prapë kam besim ke partia. Çfarë të them atij pensionistit apo pensionistes? E qartë, e kuptoj. Jo, do ta them, e kuptoj. Gjithë i kuptojnë, ky është problemi, që i kuptojnë pas reagojmë. Që thot, nuk më del pensioni, e kam 70.000 lek, i pat dje më Vlorë. Po vdisnin aty dhe nuk merrnin dot pensionin. 70% votun për Edi Ramën. Çfarë t'ju them këtyre? Po edhe atij që e ka shit votën për 50.000 lekë, çfarë t'ju them? T'ju them bravo, që e meriton një popull trim dhe liridashës, jo më rë. Tani t'ju pyes pak. Nuk mund t'ju them dot bravo atyre, sado që mund t'jenë detyruar apo nga varfëria apo nga presioni, si them dot bravo atyre. Dua të rrim pak, sepse po shkojmë drejt fundit, po dua të rrim pak tek procesi. Keni kërkuar rinumërim për Tiranën, kas ka vendosur të rinumërohet. Me këtë logjik, pse u kërkuar rinumërimi për Tiranën dhe çfarë prisni ju nga rezultati që do të dalin nga rinumërimi për shumë kuti që janë? Atëherë, jemi sinqert, unë nuk kam marrë shumë me këto kohë, dhe nuk me këto detajet. Okej, çfarë prisni nëse rinumërohet? Realisht, jo, në Tiranë, për shembull që lëviz një mandat midis edhe Partisë Socialiste, po dhe kësaj Partisë Agron Sheha dhe Partisë Demokratike, ku janë pak vota, sigurisht aty mund të
tentohet për të marrë një mandat më shumë. Por nuk është ky thelbi asaj i betejës Partisë Demokratike sot nuk është problemi, a do jetë edhe një më shumë Tiranë apo edhe një më shumë Durrës, ndërkohë që jemi në këtë realitet që jemi. Kështu për mua ajo është manipulimi, nuk është bërë ke numërimi. Rama nuk e ka lënë manipulimin për ditën e numërimit. Manipulimin e ka përgatitur, e ka llogaritur, numërimi mund të ketë nga këta pastaj palacot që duan me bë si të mençëm ose si të qut, ose që marrin edhe një lek diku pastaj për të kalu një vot këtej, një vot anej, por Rama vetë manipulimin e ka bërë para se të shkojë ke numërimi. Tani, listat e hapura, listat e mbyllura. Kemi diskutuar përpara bashkë në studio rreth këtyre, por ajo që ka solli fushata, sepse pati dhe interpretimet ndryshme që kishte një rehati për ata që ishin në listën e mbyllur, që nuk morën vota, sepse gjithë lufta u bë individuale për ata që kishin sfidën me listat e hapura, thënë kjo Tabaku Ali Mehmeti, Tabaku e fitoi mandatin e saj. Si e pati ju gjithë të fushatën, zoti Paloka, për listën e hapur, por edhe të mbyllur? Të unë të thash, edhe përpara kam qenë kundër këtij kodi, me shumë argumentat tjerë, jo dhe më është i pa drejt si sistem, edhe për këtë që thatë ju, që dikush e ka të sigurt mandatin duke që në listë mbyllur, dikush tjetër duhet coptohet për të marrë vota, ama jam kundër spekulimeve që kanë ndodhur me këtë. Ku spekulua? Ka pas spekulime se del, po të dëgjosh edhe gazetarë që sigurisht e bëjnë me qëllim se janë në atë krahun ku ju duhet që konfliktin të shohim brenda Partisë Demokratike dhe jo atë që është reali, kanë fitu këta pjesës mbyllur, punën e kanë bërë ata, kanë fituar këta. Këta kanë vota, kaq, këta s'kan vota. Po kush nuk ka vota ke lista e mbyllur? Pse mendoni ju se ata 12 që janë lista e mbyllur po marrë Tiranën, ku janë vetë, edhe po marrë vetën si shembull. Ne nuk pas kemi vota dhe gjithë votat, ne pas kemi 0 vota. Ky është spekulim. Dhe po tjetë për spekulim, unë, por i ke Edi Paloka, kam kandiduar në Tiranë 3 herë majoritar. 3 herë. Në 3 zona. Dhe jo në zona të Partisë Demokratike, zonat majta. Bastionet majta. Ka marrë në të 3 zonat më shumë se 20.000 vota. Pra, bile po deshet të t'inzjerë këtu, se i kam këto të... Po, shkurtimisht lutem se jemi drejt fundit. Jemi drejt fundit. Shpejt fare, se janë të KGZ-s, no? Urdo, Edi Tonim Paloka, Partia Demokratike, zonat 37 se kanë qenë me zonat. Janë 2 zonat ku kam kandiduar në fillim 3 dhe 4. Me çfarë rezultati? Me njësi, 6.976 vota. Po bëhet fjalë për një njësi. Edi Paloka, zona 36, Edi Tonim Paloka, 6.522 vota. Për të bërë shumatorin pastaj? Dhe pastaj në njësi 9, që s'po e marë se ishim pushtet ne, në njësi 9, kur unë kandidova, do të them, mos unë zito. Jemi në fund. Pak muaj para, ndjes pas Sokol Oldashi, kandidoj me Edi Ramën për kryetar bashkie. Humbi me 2.000 vota ke njësia 9, Sokoli. Pak muaj më pas, unë hyra kandidova se Igu Bamir Topi, president, dhe hyra unë kandidova për Partinë Demokratike. Nuk po e them shifrën se thash është i relativ, po mora 2.000 vota më shumë se Partia Socialiste, që i bie 4.000 vota në pak muaj ndryshova. Ka marrë mbi 20.000 vota vetëm në 3 zona, që nuk janë Partisë Demokratike. Po deshëm, spekulojmë. Kështu që si s'pas kam vota unë? E kuptoj. Rrim në rafshin e spekulimit. Pyetja e fundit tani se kemi kaluar kohën. Po marrë vetën, s'po i hyt tjerëve. Pyetja e fundit se kemi kaluar kohën. Nuk besoj se dyshon njëri Sali Berisha ka vota. Pyetja e fundit, zoti Paloka. Presim zhvillimet forta nga Partia Demokratike? Vendimet politike sigurisht sot për sot jemi në këtë situatë që jemi. Pra, kemi ka pajdutin, do të denoncojmë. Në momenti kur do merren vendimet politike, besoj do jetë afër shtatorit, sigurisht do të shihen gjitha raporti ose bëjë Odirit, reagimet ndërkombëtare, ne do marrim vendimet tona. Berisha ka thënë, unë jam gati për çdo sakrificë, pra Sali Berisha, ne të tjerët besoj nuk jemi më të mangut aty, të paktën flas për ca që njoh vetë, jo për tjerët. Hajde ta vendosim çfarë do bëjmë, por zgjidhja thash është vetëm një. Ose hym në luftë, jo luftë me llafe, ose pasaj se cilit bëjë zgjedhjen e vetë.
Shumë faleminderit, zoti Paloka, kënaqësi gjithmonë. Faleminderit për ju. Përfundon biseda me Edi Palokën, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak duke ndryshuar temë.